Ndër zhvillimet kryesore ju ftoj të ndiqni gjatë një takimi me të rinjt, kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria ndodhet në një moment historik dhe procesi i negociatave nuk është ngadalësuar. Ministre Ibrahimaj u shpreh se korporata shqiptare investimeve po sjell të ardhura në buxhetin e shtetit nëpërmjet zhvillimit të pronave shtetërore. Administrata tatimore ka publikuar listën e pagave indikative për profesionet në sektorin mjekësor dhe të kujdesit personal. Vitin e kaluar u sekuestruan vetëm 107 kartë monedha dhe 119 monedha metalike false, ndërsa 50 lekë mbeti monedha e vetme e evidentuar si e falsifikuar. Zonja dhe zotërinj, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Shqipëria ndodhet në një moment historik dhe procesi i negociatave nuk është ngadalësuar. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama në një takim me të rinjt ku ndër të tjerash ju rikujtoi atyre se me antarësimin në Bashkimin Evropian do të trajtohen njësoj si me të rinjt evropian. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me të rinjt lidhur me procesin e negociatave për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë hodhi poshtë pretendimet e një ngadalësimi të ecurisë. Kur asnjëherë më parë Shqipëria nuk e ka pasur buzëqeshjen e fatit siç e ka sot. Pasqyrat mediatike të cilat për fat keq përgjithsisht janë shumë të dyshimta, pse aktualisht nuk jemi në kushtet kur ka ngadalësim. Dhe ne jemi propozuar 3 herë për të hapur negociatat dhe 3 herë jemi refuzuar. Na ka propozuar komisioni sepse ne kemi bërë të gjitha detyrat për të hapur negociatat. Një vend antar nuk na donte. Çka kishte në Shqipërinë? S'kishte asgjë. Por kishte një problem të krijuar me shqiptarët. Pse? Politik. Më tej, kryeministri inkurajoi të rinjt duke thënë se me antarësimin e Shqipërisë, ata do të trajtohen njësoj si moshatarët e tyre europian. Mund vendosni të shkoni të studioni jashtë, por në momentin që kaloni kufirin pa vizë, jeni të huaj, jeni student europian, jeni student të huaj. Dhe si të tillë trajtoheni ndryshe. Nuk keni të njëjtat kushte si të studentëve europian, pavarësisht se mund të jeni shumë të zotë, në rast se regjistroheni në shkollë, paguani shumë më tepër se sa studentët europian, sepse jeni të huaj. Me antarësimin në Bashkimin Evropian, kjo ndryshon krejtësisht. Juve jeni vendas dhe për këtë arsye nuk paguani më shumë se sa paguajnë vendasit, nuk keni asnjë vështirësi më shumë për të pasur akses në shërbime se sa që kanë studentët vendas, dhe pastaj nuk jeni të huaj kur vjen fjala për tregun e punës. Ndërkaq, kryenegociatorja Majlinda Dhuka i propozoi të rinjve nënshkrimin e një kontrate sociale në mënyrë që edhe ata të kontribuojnë në këtë proces, ndërsa ministri i jashtëm Ferit Hoxha tha se të rinjt janë përfituesit dhe duhet të jenë edhe kontribues në këtë proces. Një ditë më parë, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka kërkuar rritjen e vigjilencës për qytetarët. Për sot, në kuvent, Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari u shpreh se nuk ka asnjë informacion konkret, qoftë edhe inteligjencë për një situatë rreziku real. Një ditë më parë, Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka kërkuar rritjen e vigjilencës nga qytetarët. Sipas kësaj ambasade, grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara ose element të opozitës iraniane në Shqipëri. Ata gjithashtu mund të synojnë vende të zakonshme të tilla si turistike, qendra tregtare, hotele,
klube dhe restorante. Gjatë fjalës së tij sot në Kuvend, ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari u shpreh se nuk ka asnjë informacion konkret, qoftë edhe inteligjencë për një situatë rreziku real. I kam kërkuar strukturave të policisë, konkretisht strukturave të antiterrorit, strukturave të Departamentit të Sigurisë Publike dhe Policisë Kriminale të jenë në komunikim me zyrën e sigurisë së ambasadës amerikane, nga të cilat me përgjegjësi të plot konfirmoj se është komunikuar. Spari nuk ka asnjë informacion konkret, qoftë edhe inteligjencë për një situatë rreziku real. Së dyti, ky është në vazhdën e gjithë postimeve, deklaratave që bëhen standard në gjithë vendet e botës, ku ka shqetësime të ndryshme. Sipas ministrit Lamallari, Shqipëria dhe Policia e Shtetit prej kohësh kanë marrë masa të shtuara sigurie, jo lidhur me postimin e djeshëm, por prej disa kohësh, dhe kjo bazuar në zhvillimet ndërkombëtare që ndodhin. Shqipëria dhe Policia e Shtetit ka për disa kohësh që ka marrë masa të shtuara sigurie, pra jo lidhur me postimin e djeshëm, por për disa kohësh, dhe kjo bazuar në zhvillimet ndërkombëtare që ndodhin, konkretisht me ato që konfliktin armatosur dhe luftën në lindje të mesme, ku sigurisht janë të angazhuar maksimalisht Policia e Shtetit përmes strukturave të antiterrorit, Policisë Kriminale, FNSH-s dhe Sigurisë Publike, duke qenë në komunikim të vazhdueshëm me të paktën 2 ambasada në vend. Pra ky është një fakt që nuk ka lidhje me postimin e djeshëm, ka shumë kohë më parë dhe sigurisht ka një vlerësim nga Policia e Shtetit lidhur me rreziqe të mundshme të terrorizmit apo elemente të tjerë kriminal. Ka edhe një plan veprimi i cili bën bashkë me detyra specifike çdo strukturë përgjegjëse në Policinë e Shtetit. Ministri i Punëve të Brendshme mbylli fjalën e tij duke theksuar se fakt është që Shqipëria mbetet një vend i sigurt për qytetarët shqiptar dhe për të gjithë ata që vizitojnë Shqipërinë. Gjatë një interpelance në Kuvend, Ministri e Ekonomisë Delina Ibrahimaj u shpreh se korporata shqiptare investimeve po sill të ardhurat në buxhetin e shtetit nëpërmjet zhvillimit të pronave shtetërore. Sipas saj, kjo korporatë është bazuar tek praktikat më të mira evropiane dhe i sill shtetit të ardhurat. Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj gjatë një interpelance në Kuvend kërkuar nga deputetja demokrate Jorida Tabaku ju përgjigj pyetjeve lidhur me korporatën shqiptare të investimeve. Ibrahimaj u shpreh se kjo korporatë është bazuar tek praktikat më të mira europiane dhe i sjell shtetit të ardhura. Janë të gjitha këto koncesione të cilat do të kthehen në shah publike me qëllim që të ardhurat e gjeneruara nga një shërbim i ofruar për klientët, për individin apo për biznesin të gjenerojnë të ardhura në buxhetin e shtetit. Bordi është vendimarrësi kryesor, pra Këshilli Mbikëqyrës është vendimarrësi kryesor, i cili zgjedh drejtorin, i cili miraton buxhetin, i cili miraton projektet. Dhe e gjithë korporata apo rregullat e funksionimit të saj janë të bazuara në balancë, në kontroll dhe në pavarësi institucionale në vendimarrje. Pra, nuk kemi një centralizim dhe vendimarrja është e pavarur ndryshe nga çfarë aludohet. Mëtej, ministrja dha shifra mbi projektet e zhvilluara nga kjo korporatë. Në total, në këto vite, korporata ka dhënë në dispozicion nëpërmjet autorizimeve të qeverisë rreth 100.000 metra katror tokë, të cilat po të shiteshin nga ana e shtetit, do të siguronin 28 milion euro. Ndërkohë që nëpërmjet procedurave të korporatës, projektet e investimit mundsojnë financim plotësisht të projekteve publike tashmë të negociuara me partnerin privat në një vlerë rreth 420 milion euro, si dhe 44 milion euro të cilat janë kontribut për korporatën. Një nga projektet publike që financohen plotësisht janë 12 projekte investimi që zhvillojnë 17 projekte arkitekturore nëpërmjet 10 kontratave të lidhura. Korporata shqiptare e investimeve u krijua në vitin 2019 dhe ka më shumë se 6 vite që funksionon.
Sipas entit regulator të energjisë, rreth 262 megavator ju shtuan kapacitetit prodhues vendas të energjisë elektrike për gjatë vitit 2025, duke arritur një total prej 3478 megavator. Rritja erdhi kryesisht si rezultat i shtimit të burimeve të rinovueshme të energjisë fotovoltaike të lidhura në rrjetin e transmetimit dhe atë të shpërndarjes. Rreth 262 megawatt ju shtuan kapacitetit prodhues vendas të energjisë elektrike gjatë vitit 2025, duke arritur një total prej 3478 megawatt. Sipas entit regulator të energjisë, rritja e kapacitetit instaluar për gjatë vitit erdhi kryesisht si rezultat i shtimit të burimeve të rinovueshme të energjisë elektrike fotovoltaike, të lidhura si në rrjetin e transmetimit, ashtu dhe në rrjetin e shpërndarjes. Me shtimin e centraleve të rinj, prodhuesit privat përbëjnë rreth 55% të këtij kapaciteti, ndërsa kapaciteti prodhuesi i energjisë elektrike i kompanisë publike KESH është 1563 megawatt dhe përbën rreth 45% të totalit. Ndërkaq prodhimi total neto vendas i energjisë elektrike i realizuar për vitin 2025 është 7467 gigavator, rreth 50% të cilit u prodhua nga KESH dhe 50% nga prodhuesit e tjerë. Në raport me vitin 2024, prodhimi pësoi rënje me 369 gigavator, duke nxjerrë edhe një herë në pah varësinë që ka prodhimi i energjisë elektrike në vendin tonë nga kushtet e motit. Konsumi total i energjisë elektrike në vitin 2025 arriti në vlerën prej 8345 gigavator, duke pësuar rritje me 175 gigavator në raport me një vit më parë. Konsumi i energjisë elektrike realizohet nga konsumatorët që furnizohen në tregun e rregulluar dhe konsumatorët të cilët furnizohen në tregun e liberalizuar. Inaktiviteti në punësim ka shënuar një ulje për gjatë vitit 2025, duke treguar një pjesëmarrje më të madhe të popullsisë në tregun e punës. Megjithatë, nivelet më të larta të inaktivitetit vazhdojnë të regjistrohen tek studentët, femrat dhe personat me arsim të ulët. Inaktiviteti në punësim i referohet pjesës së popullsisë në moshë pune që nuk është angazhuar në një vend pune dhe as nuk po kërkon aktivisht një të tillë. Ky fenomen mund të lidhet me arsye të ndryshme, si persona që nuk janë të gatshëm të fillojnë punë brenda një periudhe të caktuar, studentë që vijojnë studimet, individ që nuk mund të punojnë për shkak të problemeve shëndetësore, si dhe njerëz që për arsye personale, familjare apo sociale nuk marrin pjesë në tregun e punës. Nëse i referohemi të dhënave të Instat për vitin 2025, ajo që bie në sy është se inaktiviteti në punësim paraqitet në rënje, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Tremujori i parë i vitit 2025 ka shënuar uljen më të madhe duke zbritur në 23.3%, ndërsa në mbyllje të vitit inaktiviteti arriti në 24.1%, duke shënuar një rritje minimale. Nëse e shohim inaktivitetin sipas grup moshave, rezulton se grup mosha më inaktive në punësim është ajo nga 15 deri në 24 vjeç. Për këtë grup moshë, inaktiviteti ka ardhur në rritje gjatë vitit 2025. Duke qenë se pjesëtarët e kësaj moshe janë zakonisht angazhuar në ndjekjen e studimeve, është e pritshme që niveli i inaktivitetit të jetë më i lartë. Ndërkohë, grup mosha 25 deri në 54 vjeç paraqet nivelin më të ulët të inaktivitetit në punësim, e ndjekur nga grup mosha 55 deri në 64 vjeç, e cila gjithashtu shfaq një nivel relativisht të ulët. Nga të dhënat e Instat rezulton gjithashtu se përsa i përket ndarjes gjinore, gratë paraqiten me një nivel më të lartë inaktiviteti në punësim krahasuar me burrat. Në fillim të vitit, inaktiviteti në punësim ishte 29.1% për gratë dhe 17.2% për burrat. Ndërkohë në mbyllje të vitit, kjo shifër arriti në 17.4% për burrat dhe 30% për gratë, duke treguar diferencën mes tyre. Një tjetër statistikë që bie në sy është lidhja mes nivelit të arsimit dhe inaktivitetit në punësim. Personat me nivel më të ulët arsimor paraqesin shkallë më të larta inaktiviteti. Konkretisht, ata që kanë përfunduar vetëm nivelin arsimor 8 apo 9 vjeçar shfaqin nivele më të larta krahasuar me personat që kanë përfunduar arsimin e mesëm apo atë të lartë. Ndërkohë, individët me arsim të lartë paraqesin shkallën më të ulët të inaktivitetit në tregun e punës. Administrata tatimore ka publikuar listën e pagave indikative për profesionet në sektorin mjekësor dhe të kujdesit personal. Këto masa synojnë rritjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe garantimin e pensioneve më dinjitoze për punonjësit në sektorin e shëndetësisë dhe shërbimeve estetike. Administrata tatimore ka publikuar listën e pagave indikative për profesionet në sektorin mjekësor dhe të kujdesit personal.
duke vendosur një referencë konkrete për identifikimin e rasteve të mundshme të mos deklarimit të pagave reale. Sipas listës, pagat indikative ndryshojnë në varësi të specializimit. Për shembull, një mjek në kirurgji të specializuar, si neokirurgjia apo kardiokirurgjia, duhet të deklarojë një pagë rreth 215.000 lekë në muaj, ndërsa për mjekët e përgjithshëm, niveli referues është rreth 163.000 lekë. Mjekët e familjes dhe të kujdesit parësor kanë një pagë indikative prej 165.000 lekësh, ndërsa specialistët si kardiolog, neurolog apo gastroenterolog rreth 200.000 lekë në muaj. Në nivele më të ulta, infermierët e përgjithshëm kanë një pagë indikative prej 100.000 lekësh, farmacistët dhe mamit rreth 110.000 lekë, ndërsa asistentët mjekësor dhe dentar rreth 85.000 lekë. Në sektorin dentar, dentistët referohen me një pagë rreth 110.000 lekë, ndërsa teknikët dentar rreth 80.000 lekë. Ndërkohë në sektorin e kujdesit personal, pagat indikative janë më të ulta, duke nisur nga 75.000 lekë për berber dhe parukier, dhe rreth 80.000 lekë për estetist, kozmetist dhe manikyrist. Instruktorët personal kanë një nivel më të lartë referues, rreth 120.000 lekë në muaj. Administrata tatimore thekson se kjo listë do përdoret si instrument për analizën e riskut, duke krahasuar pagat e deklaruara nga subjektet me nivelet indikative. Tatim paguesit që deklarojnë paga nën këto nivele apo që ndryshojnë kategorizimin e profesionit për të ulur artificialisht pagën, do të konsiderohen me risk dhe do t'i nënshtrohen verifikimeve. Autoritetet u bëjnë thirrje subjekteve që operojnë në këtë sektor të deklarojnë në mënyrë të saktë pagat reale në përputhje me legjislacionin në fuqi. Sipas administratës tatimore, këto masa synojnë rritjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe garantimin e pensioneve më dinjitoze për punonjësit në sektorin e shëndetësisë dhe shërbimeve estetike. Qeveria ka ndërmarrë një skem mbështetëse për bizneset e cila synon të lehtësoj kostot financiare që vinë si pasojë e rritjes së pagës minimale në vend. Pra duke filluar nga janari i këtij viti, përmes kësaj nisme, bizneset do të përfitojnë kompensim financiar për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit e tyre. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive bën të ditur se qeveria ka ndërmarrë një skemë mbështetëse për bizneset, e cila synon të lehtësoj kostot financiare që vinë si pasojë e rritjes së pagës minimale në vend. Përmes kësaj nisme, bizneset do të përfitojnë kompensim financiar për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit e tyre. Sipas skemës, periudha e kompensimit përfshin muajt nga janari deri në shtator të vitit 2026. Kjo masë është ndërmarrë për të mbështetur sipërmarrjet në përballimin e rritjes së detyrimeve financiare, duke garantuar një kohësisht stabilitet në tregun e punës. Ndërkohë, përfitues të kësaj skeme janë bizneset që kanë punonjës me paga në intervalin 40.000 deri në 49.999 lekë, bazuar në nivelin e pagës së deklaruar në muajin shtator 2025. Për këta punonjës, shteti do të mbulojë një pjesë të kontributeve për periudhat kontributive nga janari deri në shtator 2026. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive bën të ditur se procesi i aplikimit do të kryhet tërësisht online përmes portalit e-Albania. Bizneset e interesuara duhet të aplikojnë përmes shërbimit të dedikuar kërkesë për kompensim financiar të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Ndërkohë lista e plotë e bizneseve përfituese është publikuar në faqen zyrtare puna.gov.al, ku subjektet mund të verifikojnë nëse janë pjesë e skemës mbështetëse, duke mundësuar transparencë dhe akses të plotë. Kjo nismë është pjesë e paketës së politikave që synojnë mbështetjen e sipërmarrjes dhe formalizimin e tregut të punës, duke amortizuar efektet e rritjes së pagës minimale në ekonomi. Kursimet e individëve në bankat shqiptare u rritën edhe për gjatë vitit 2025, por bashkë me to u bë edhe më i dukshëm përqendrimi i parave në një grup të vogël depozituesish. Këta individ me më shumë se 2.5 milion lekë në bank arritën në mbi 137.554 dhe mbanin gjithsej 819.6 miliard lekë. Në bankat shqiptare, kursimet po rriten, por bashkë me to po bëhet dhe më i dukshëm hendeku mes depozituesve. Raporti vjetor i vitit 2025 nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave tregon se depozitat e sigurueshme të individëve arritën në 1.38 trilion lekë në fund të vitit, me një rritje vjetore prej 8.8%. Por pesha kryesore e këtyre kursimeve vazhdon të qëndrojë te një grup relativisht i vogël depozituesish. Shifrat flasin se depozituesit individ me më shumë se 2.5 milion lekë në bank arritën në rreth 137.000 dhe mbanin gjithsej 819.6 miliard lekë. Në anën tjetër, 1.78 milion depozitues me shuma deri në kufirën e sigurimit prej 2.5 milion lekësh
zotëronin 567.8 miliard lek. E përkthyer në përqindje, kjo do thotë se grupi me depozita mbi 2.5 milion lek mban 59% të depozitave të sigurueshme të individëve, ndërsa pjesa tjetër 41%. Edhe grafiku i raportit për vitin 2025 e jep pikërisht të ndarje. Kontrasti bëhet më i fortë kur shifrat lexohen mesatare. Nga një përllogaritje mbi të dhënat e raportit del se një depozitues i grupit mbi 2.5 milion lek ka mesatarisht rreth 5.96 milion lek në bank, ndërkohë nga ana tjetër një depozitues i grupit tjetër me 319.000 lek, pra mesatarisht depozituesit e grupit të parë mbajnë gati 19 herë më shumë para se pjesa tjetër. Në panoramën e përgjithshme, sistemi bankar shqiptar mbylli në vitin 2025 me 1.84 trilion lek depozita, një rritje me 9.1% krahasuar me një vit më parë. Nga këto, 1.74 trilion lek ishin depozitat sigurueshme ose 94.9% e totalit. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se në vitin 2025 u sekuestruan vetëm 107 kartë monedha dhe 119 monedha metalike false. Koeficienti i falsifikimit ra në minimumin historik, ndërsa 50 lekshi mbeti monedha e vetme e evidentuar si e falsifikuar. Në një vit kur në ekonominë shqiptare qarkulluan rreth 504 miliard lek, falsifikatorët lanë gjurmë minimale. Raporti Bankës së Shqipërisë për vitin 2025 tregon se në qarkullim u sekuestruan vetëm 107 kartë monedha të falsifikuara dhe 119 monedha metalike false, ndërsa niveli i falsifikimit të kartë monedhave ra në minimum të historik, vetëm 0.64 kartë monedha false për 1 milion copë në qarkullim. Sipas shifrave, falsifikimi i kartë monedhave dhe monedhave në qarkullim ka ardhur në ulje vit pas viti. Detaj më interesant i raportit është e monedhat metalike. Duket se 50 lekshi mbetet e vetmja monedhe evidentuar si e falsifikuar. Në një treg ku qarkulluan rreth 311 milion monedha metalike, falsifikimi i tyre rezulton praktikisht periferik. Nga ana tjetër në qarkullim ishin rreth 178 milion kartë monedha me vlerë afërsisht 496 miliard lek. Sipas shpërndarjes strukturore, pjesën më të madhe të kartë monedhave të falsifikuara e përbëjnë prerjet 5.000 lek të ndjekura nga prerjet 2.000 lek dhe 1.000 lek. Sipas Bankës së Shqipërisë, falsifikimet e identifikuara gjatë vitit 2025 janë riprodhime të thjeshta të realizuara nga pajisjet digjitale komerciale me ndërhyrje artizanale për të imituar elementet e dukshme të sigurisë. Elementet e sigurisë të lexueshme nga pajisjet autentifikuese nuk rezultojnë të jenë imituar për asnjë rast, çka konfirmon efektivitetin e teknologjive mbrojtëse të përdorura. Në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë përpunoi rreth 91.1 milion kartë monedha duke kontrolluar autenticitetin dhe përshtatshmërinë e tyre për riqarkullim. Norma e papërshtatshmërisë mbeti 21.3%, ndërsa kartë monedhat e dëmtuara u zëvendësuan sistematikisht. Në krahasim me vitin 2024, numri i kartë monedhave u rrit me rreth 17 milion copë, ndërsa i monedhave metalike me 20 milion copë. Rritja e numrit dhe e vlerës së kartë monedhave në qarkullim tregon një zhvendosje të strukturës drejt prerjeve më të mëdha, kryesisht 5.000 dhe 10.000 lek. Banka e Shqipërisë gjykon se konflikti në lindjen e mesme ka sjell një realitet të ri për tregjet ndërkombëtare dhe nëse përshkallëzohet, do të ketë ndikime serioze edhe për ekonominë shqiptare në të ardhmen. Në fillim të muajit maj, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë do të rimarrë edhe një herë në shqyrtim qëndrimin e politikës monetare pasi të vërejë të gjitha zhvillimet që do të ndodhin në muajin prill. Konflikti ushtarak në lindjen e mesme ka sjellë tashmë një realitet të ri për tregjet ndërkombëtare dhe nëse përshkallëzohet do të ketë ndikime serioze edhe për ekonominë shqiptare në të ardhmen. Sipas drejtorit të Departamentit të Politikës Monetare pranë Bankës së Shqipërisë, Erald Themeli, jemi përballë një goditje oferte, e cila është e ngjashme me konfliktin ushtarak në Ukrainë. Goditje e cila gjithmonë nëse do të intensifikohet dhe do të vazhdojë të jetë prezente, do të ketë presion për rritje të çmimeve dhe po ashtu potencialisht do të ushtrojë presion edhe për frenim të ritmit të rritjes ekonomike gjatë vitit 2026 dhe potencialisht edhe në vazhdim. Ndërkohë, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit në 2.5%. Po ashtu si dhe thuajse të gjithë bankat e tjera qendrore, Këshilli Mbikëqyrës analizoi me kujdes dhe përgjegjësi implikimet e mundshme që mund të ketë për ekonominë shqiptare, dinamikat e rritura të çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare dhe konkluzioni i përgjithshëm është që për momentin aktual është pothuajse në kufite të pamundurës gjenerimi i projeksioneve
të bindshme mbi të ardhmen, mbi ndikimin që këto do të kenë, të paktën në aspektin sasior mbi ekonominë shqiptare, dhe në këto arsye, në këto kushte, për sa kohë është e pamundur të ndërtohen skenar ende të besueshëm zhvillimesh në të ardhmen, është po ashtu e arsyeshme që të mos lëvizet me qëndrimin e politikës monetare. Sipas themelit, në fillim të muajit maj, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë do të rimarrë edhe një herë në shqyrtim qëndrimin e politikës monetare, pasi të vërejtë të gjitha zhvillimet që do të ndodhin në muajin prill. Qirata afatgjata dhe afatshkurtra në Durrës po rriten falë çmimeve të ulta dhe tërheqjes së zonës bregdetare. Kërkesa vjen kryesisht nga turistë italian, polak dhe çek, si edhe nga profesionistë dhe punëtorë në distancë që preferojnë jetesën pranë detit. Sipas një studimi të publikuar nga Investropa, kërkesa për qira afatgjat në Durrës po shënon një rritje të lehtë, duke reflektuar ndryshime në mënyrën e jetesës dhe lëvizjen e popullsisë drejt zonave më të përballueshme. Që nga fillimi i vitit 2026, kërkesa për qira afatgjat në Durrës është rritur në mënyrë modeste, me rreth 3 deri në 5% në vit. Demografia e qiramarzve që po nxit këtë kërkesë përfshin profesionistë shqiptar që punojnë në Tiranë, por preferojnë çmimet më të ulta dhe stilin e jetesës pranë bregdetit. Gjithashtu, pjesë e këtij grupi janë edhe punëtorët në distancë, ndërkohë familjet që kërkojnë hapësira më të mëdha banimi, me çmime më të përballueshme se në Tiranën qendrore, po shfaqin gjithashtu interes për këtë treg. Lagjet me kërkesën më të lartë për qira afatgjat në Durrës përfshin qendrën e qytetit e preferuar për aksesin e lehtë në shërbime dhe lëvizje në këmbë, zonat pranë autostradës Tiranë-Durrës për lehtësinë e udhëtimeve drejt kryeqytetit, si dhe zonën e Volgës, e cila tërheq veçanërisht profesionistë të rinj për stilin e jetesës. Në të njëjtën kohë, tregu i qirave afatshkurtra në Durrës mbetet aktiv. Shkalla mesatare e shfrytëzimit vlerësohet në rreth 55 deri në 65% gjatë vitit, ndërsa në muajt e verës nga qershori në gusht, ajo arrin në 85 deri në 95%. Në sezonet të ndërmjetme, niveli i shfrytëzimit varion nga 30 deri në 50%. Kërkesa për qira afatshkurtra nxitet kryesisht nga turistë europian që kërkojnë destinacione më ekonomike, veçanërisht nga Italia, Polonia dhe Republika Çeke. Gjithashtu një pjesë e rëndësishme e këtij tregu përbëhet nga diaspora shqiptare që kthehet për pushime verore, si edhe nomad digjital dhe punëtorë në distancë që qëndrojnë në qytet për periudha 1 deri në 3 muaj. Ministria e Mjedisit ka nxjerrë për konsultim publik një projekt ligj të ri për vlerësimin e cilësisë së ajrit dhe kërkesat për ndotësit. Dokumenti parashikon përcaktimin e vlerave kufi, pragjeve të alarmit dhe niveleve të synuara për një sër ndotësish. Ministria e Mjedisit ka nxjerrë për konsultim publik një projekt vendim të ri për vlerësimin e cilësisë së ajrit dhe kërkesat për ndotësit, duke synuar përditësimin e kuadrit rregullator dhe përafrimin e tij me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Projekt vendimi synon të zvendësoj plotësisht vendimin ekzistues të vitit 2015, i cili sipas autoriteteve nuk reflekton më zhvillimet më të fundit në fushën e monitorimit dhe menaxhimit të ndotjes së ajrit. Dokumenti parashikon përcaktimin e vlerave kufi, pragjeve të alarmit dhe niveleve të synuara për një sër ndotësish, përfshir grimcat e imta PM2.5 dhe PM10, dioksidin e azotit, dioksidin e squfurit, benzenin dhe monoksidin e karbonit. Sipas draftit, deri në vitin 2030, parashikohet që përqendrimi mesatar vjetor i PM2.5 të mos kalojë 10 mg për metër kub, ndërsa për PM10 kufiri vjetor është 20 mg për metër kub. Për dioksidin e azotit vendoset një kufi vjetor prej 20 mg për metër kub, ndërsa për benzenin 3.4 mg për metër kub. Një element i rëndësishëm i projekt vendimit është forcimi i sistemit të monitorimit, duke përcaktuar metoda të detajuara për matje fikse, matje indikative dhe përdorimin e modelimit për vlerësimin e cilësisë së ajrit. Agjencia Kombëtare e Mjedisit ngarkohet me klasifikimin e zonave sipas niveleve të ndotjes dhe rishikimin e tyre periodik, të paktën çdo 5 vjet. Drafti parashikon gjithashtu zgjerimin e treguesve të monitorimit, duke përfshirë ndotës të rinj, si grimcat ultra të imta dhe karbonin e zi, si dhe vendosjen e superstacioneve për mbledhjen afatgjat të dhënave. Përveç kësaj, projekt vendimi përcakton detyrime konkrete për institucionet qendrore dhe vendore për të garantuar që nivelet e ndotjes të mos të i kalojnë kufit e lejuar, si dhe për të ndërmarrë masa për uljen e ekspozimit të popullsisë ndaj ndotjes, veçanërisht ndaj PM2.5 deri në vitin 2030.
Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në fjalimin e tij të parë kombëtar në mbrojtje të luftës në Iran tha se objektivat strategjike kryesore po i afrohen fundit. Fjalimi erdhi në një kohë kur Trump përballet me rënje të vlerësimeve të miratimit, shqetësime ekonomike dhe nga ana tjetër pasojave diplomatike në rritje nga lufta. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se vendi i tij do ta përfundojë punën në Iran së shpejti, ndërsa objektiva strategjike kryesore po i afrohen fundit në fjalimin e tij të parë kombëtar në mbrojtje të luftës që nga fillimi i konfliktit në fund të shkurtit. Në të njëjtën kohë, ai tha se Irani do të vazhdojë të përballet me një breshëri sulmesh në afat të shkurtër. Do t'i godasim jashtëzakonisht fort gjatë 2-3 javëve të ardhshme, tha Trump, do t'i kthejmë në epokën e gurit ku i përkasin. Fjalimi erdhi në një kohë kur Trump përballet me rënje të vlerësimeve të miratimit, shqetësime ekonomike dhe pasoja diplomatike në rritje nga lufta. Trump e përdori platformën e tij për të siguruar amerikanët e lodhur nga lufta se ofensiva ja vlente, por gjithashtu e kaloi pjesën më të madhe të fjalimit 20 minutësh, duke përsëritur shumë gjëra që ai kishte thënë tashmë në javët e fundit dhe duke dhënë pak detaje të reja. Fjalimi dukej se nuk do të ndryshonte mendimin publik në një kohë kur sondazhet tregojnë se shumë amerikanë mendojnë se ushtria amerikane ka shkuar shumë larg në Iran dhe ndërsa çmimet e gazit dhe naftës mbeten të larta. Efekti në tërheqjet financiare globale ishte më i menjëhershëm, me naftën që u rrit me më shumë se 4% dhe aksionet aziatike që ran pas komenteve të Trump se SBA-t vazhdojnë ta godasin fort Iranin. Trump nuk përmendi mundësinë e dërgimit të trupave toksore amerikane në Iran, as nuk ju referua NATO-s, aleancës transatlantike kundër së cilës ai është kritikuar për mos ndihmë në sigurimin e ngushtitës kritike të Hormuzit, ku një bllokim nga Irani ka bërë që çmimet e energjisë të rriten ndjeshëm. Ai gjithashtu nuk tha asgjë në lidhje me negociatat me Iranin dhe as nuk përmendi afatin e tij të 6 prillit që Irani të rihapë rrugën ujore ose të përballet me hakmarrje të ashpër nga SBA-t. Çmimet e naftës u rritën me gati 7% të njëjtën pasi presidenti Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdonin sulmet ndaj Iranit pa u zotuar për një afat kohor specifik për t'i dhënë fund luftës. Sipas analistëve, nëse tensionet intensifikohen, nafta mund të regjistrojë nivele të reja rekord. Çmimet e naftës u rritën me gati 7% të njëjtën pasi presidenti Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdonin sulmet ndaj Iranit pa u zotuar për një afat kohor specifik për të i dhënë fund luftës, duke nxitur frikën e investitorëve për ndërprerje të vazhdueshme të furnizimit. Kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent u rritën me $6.84 në $108 për fuqi, ndërsa kontratat e naftës së papërpunuar të Teksasit perëndimor u rritën me $6.4 në $106.52 për fuqi. Fitimet pasuan një rënje të mëparshme prej më shumë se $1 në të dy indekset referuese përpara fjalimit televiziv të Trump drejtuar kombit, pasi ishin stabilizuar më poshtë në seancën e mëparshme. Do ta përfundojmë punën shumë shpejt, po e afrohemi shumë, deklaroi Trump, duke shtuar se ushtria amerikane pothuajse i kishte arritur qëllimet e saj në konfliktin i cili do të përfundonte brenda 2 deri në 3 javësh, por pa dhënë detaje specifike. Tregjet po reagojnë ndaj faktit se në fjalim nuk përmend qartë armpushimi apo angazhimi diplomatik. Sipas analistëve, nëse tensionet intensifikohen ose rreziqet detare rriten, nafta mund të provojë nivele të reja rekord, ndërsa tregjet presin ndërprerje të mundshme të furnizimit. Kërcënimet për trafikun detar janë rritur, ndërsa konflikti rajonal intensifikohet. Të mërkurën janë një cisternë me naftë dhënë me qira nga Qatar Energy, u godit nga një raketë iraniane në ujërat e Katarit, tha Ministria e Mbrojtjes. Kreu Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë paralajmëroi gjithashtu se ndërprerjet e furnizimit do të fillonin të ndikonin në ekonominë e Europës në muajin prill. Kontinenti më parë ishte mbrojtur nga ngarkesat e kontraktuara para fillimit të luftës. Drejtuesi gjerman të automjeteve u dyndën për tej kufirit drejt Polonisë në kërkim të karburantit më të lirë, pasi çmimet u rritën disa cent për litër. Drejtuesit gjerman të automjeteve u dyndën për tej kufirit drejt Polonisë të mërkurën në kërkim të karburantit më të lirë, pasi çmimet u rritën disa cent për litër pak pas mesditës, që nga e mërkura stacionet e karburantit në të gjithë Gjermaninë lejohen me ligj të rrisin çmimet e tyre vetëm në mesditë, sipas shoqatës së shoferëve ADAC, e cila njihet gjerësisht si më e madhe në Europë. Çmimet e karburantit në Gjermani u rritën ndjeshëm sapo hyri në fuqi ligji i ri. Në qytetin kufitar polak të Slubice, një shofer gjerman raportoi se vuri re një ndryshim çmimi deri
deri në 80 cent për litër midis karburantit gjerman dhe atij polak. Një shofer tjetër tha se karburanti në Gjermani tani kushton një pasuri të vogël, duke e bërë Polonin një mundësi shumë më tërheqëse për të mbushur makinën. Të dy vendet aktualisht përballen me një rritje të ndjeshme të çmimeve të naftës dhe gazit të shkaktuar nga lufta Shtetet e Bashkuara Izrael kundër Iranit. Dhoma ulët e parlamentit gjerman miratoi masat fillestare për të frenuar çmimet në rritje të karburantit të njëjtën e kaluar. Megjithatë ende po përpiqet ta mbajë ndërhyrjen e qeverisë të ulët. Ndërkohë qeveria e Polonisë ka vendosur të ulë TVSH-n dhe akcizën për karburantet, një vendim i kritikuar nga Këshilli Fiskal Polak. Masat për të ulur çmimet e karburantit ishin të synuara dobët dhe të kushtueshme, duke shkaktuar rreziqe për inflacionin dhe nëse zgjaten deri në fund të vitit, duke bërë të mundshme një ndryshim në buxhet, tha Këshilli Fiskal Polak në një deklaratë. Çmimi i aluminit është rritur ndërsa shkurtimet e prodhimit në rajonin e Gjirit, kufizimet logjistike dhe sulmet iraniane ndaj dy prodhuesve rajonal gjatë fundjavës shtrënguan furnizimin. Në rajoni është një burim kyçi i furnizimit me alumin, duke përbërë rreth 9% të prodhimit global. Çmimi i aluminit, një metal kyç industrial i përdorur në prodhimin e automobilave, është rritur, ndërsa shkurtimet e prodhimit në rajonin e Gjirit, kufizimet logjistike dhe sulmet iraniane ndaj dy prodhuesve rajonal gjatë fundjavës shtrënguan furnizimin. Më 31 mars, çmimi tremujor i aluminit në bursën e metaleve të Londrës u rrit në $3.535 amerikan për ton metrik, një rritje për rreth 40% në bazë vjetore. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike e Iranit nisi sulme me raketa dhe dronë në fabrikat e aluminit në Bahrein dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat janë të lidhura me industritë ushtarake dhe hapësinore amerikane, në akmarrje për sulmet SBA Izrael ndaj fabrikave të çelikut iranian. Emirates Global Aluminium lëshoi një deklaratë ku thuaj se fabrika e saj në Al Taela në zonën ekonomike Khalifa në Abu Dhabi u dëmtua rënd pas sulmeve iraniane me disa punonjës të plagosur. Dy fabrikat aluminit ka një prodhim vjetor të kombinuar prej 3.2 milion ton, më shumë se gjysma e afërsisht 6 milion ton alumin të prodhuar çdo vit nga shtetet anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit. Rajoni është një burim kyç i furnizimit me alumin, duke përdorur rreth 9% të prodhimit global. Goldman Sachs arriti parashikimin e çmimit të aluminit në LME nga $3.200 në $3.450 për ton në tremujorin e dytë të vitit 2026 pas sulmeve ndaj objekteve. Goldman Sachs parashikoi gjithashtu një deficit të furnizimit global të tregut primar të aluminit prej 500 deri 70.000 ton në vitin 2026, një kthesë ndjeshme nga parashikimi i mëparshëm e një suficiti prej 550.000 ton. Analistët theksojnë se tregu i aluminit po përballet aktualisht me tronditë të shumta me transportin detar në ngushticën e Hormuzit të ndërprer, objektet e prodhimit të aluminit në Gjirin Persik të dëmtuara ose të mbyllura dhe prodhimin në pjesë të tjera të botës aktualisht të kufizuar. Ndikimi do të përhapet edhe në ndërmarrjet e prodhimit në muajin e vim me lidhje të aluminit me kosto më të lartë të përdorura kryesisht në industrinë hapësirës ajrore, automobilistike dhe të ndërtimit, të cilat përballen me furnizimin më të kufizuar, thanë analistët. Rajoni i Gjirit ka qenë prej kohësh një burim i rëndësishëm i këtyre produkteve të nivelit të lartë, veçanërisht për tregun evropian dhe gjithashtu furnizon prodhuesit në Shtetet e Bashkuara. 2 prilli shënon një vit që kur presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump vendosi tarifa të reja gjithëpërfshirëse, ndërsa shpalli ditën e çlirimit të Shteteve të Bashkuara. Tarifat kanë qenë thelbësore për një luftë globale tregtare që Trump e nisi pasi filloi mandatin e dytë si president. 2 prilli shënon një vit që kur presidenti amerikan Donald Trump vendosi tarifa të reja gjithëpërfshirëse, ndërsa shpalli ditën e çlirimit në Shtetet e Bashkuara, duke përshkallëzuar një luftë tregtare me partnerët global dhe përmbysur një rend tregtar të vjetër. 2 prilli 2025 do të mbahet mend përgjithmonë si dita kur industria amerikane rilindi, dita kur fati i Amerikës u rimor dhe dita kur filluam ta bëjmë Amerikën të pasur përsëri, tha Trump në një aktivitet në kopshtin e trëndafilave të Shtëpisë së Bardhë, ku ai tregoi një tabelë
paralel me tarifat e vendosura. Gjykata Supreme rrëzoi tarifat gjithëpërfshirëse të Donald Trump, të cilat ai ndoqi sipas një ligji të destinuara për përdorim në rast emergjencash kombëtare, duke i shkaktuar presidentit republikan një disfat të thellë në një vendim historik më 20 shkurt 2026 me implikime të mëdha për ekonominë globale. Gjyqtarët mbështetën vendimin e një gjykate më të ulët se përdorimi i këtij ligji të vitit 1977 nga Trump të i kaloi autoritetin e tij. Gjyqtarët vendosën se ligji në fjalë, Akti Ndërkombëtar i Fuqive Ekonomike të Emergjencës ose IEPA, nuk i jepte Trump fuqinë që ai pretendonte për të vendosur tarifa. Presidenti në komentet në Shtëpinë e Bardhë pas vendimit e dënoi atë si të tmerrshëm dhe krejtësisht të mangët. Trump ka përdorur taksa mbi mallrat e importuara si një mjet kyç ekonomik dhe të politikës së jashtme. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara jep Kongresit, jo presidentit, autoritetin për të nxjerrë taksa dhe tarifa. Tarifat kanë qenë thelbësore për një luftë globale tregtare që Trump e nisi pasi filloi mandatin e tij të dytë si president, një luftë që ka larguar partnerët tregtar, ka ndikuar në tregjet financiare dhe ka shkaktuar pasiguri ekonomike globale. Trump i ka quajtur tarifat jetësore për sigurinë ekonomike të Shteteve të Bashkuara, duke parashikuar se vendi do të ishte i pambrojtur dhe i shkatërruar pa to. 4 astronautë u nisën nga Florida në misionin Artemis 2 të NASA-s, një udhëtim 10 ditor me rreziqe të larta rreth hënës. Pas gati 3 vite shtrajnimi, ata janë grupi i parë që fluturon në programin Artemis të NASA-s. 4 astronautë u nisën nga Florida në misionin Artemis 2 të NASA, një udhëtim 10 ditor me rreziqe të larta rreth hënës, që shënon hapin më të guximshëm të Shteteve të Bashkuara deri më tani drejt kthimit të njerëzve në sipërfaqen hënore këtë dekadë përpara uljes së parë me ekipazh të Kinës. Raketa e sistemit të lëshimit në hapësirë SLS e NASA, e cila kishte në krye kapsulën e ekipazhit Orion, u aktivizua me shpejtësi pak para perëndimit të diellit në qendrën hapësinore Kennedy të agjencisë për të ngritur nga toka ekipazhin e parë prej 3 astronautësh amerikanë dhe një kanadez, një ngjitje fuqishme që la pas një kolon gjigande avullit të bardhë të trash. Pas gati 3 vitesh trajnimi, ata janë grupi i parë që fluturon në programin Artemis të NASA, një seri misionesh multimiliard dollarësh të krijuar në vitin 2017 për të ndërtuar një prani afatgjatë të Shteteve të Bashkuara në hënë gjatë dekadës së ardhshme dhe më gjerë. Lëshimi ishte një moment i rëndësishëm që zgjati më shumë se një dekadë në përgatitjen e raketës SLS të Agjencisë Hapësinore Amerikane, duke u dhënë kontraktorëve të saj kryesor Boeing dhe Northrop Grumman vërtetimin e shumëpritur se sistemi 34 mund të dërgojë njerëzit në hapësirë në mënyrë të sigurt, pasi NASA mbështetet gjithnjë më shumë në raketa më të reja dhe më të lira nga SpaceX, Elon Musk dhe të tjerë. Misioni Artemis 2 është një hap i rëndësishëm kyç në programin kryesor të Shteteve të Bashkuara për hënën, i cili synon uljen e parë me ekipazh në sipërfaqen hënore në vitin 2028 në misionin Artemis 4. NASA është në presion për të arritur atë ulje në hënë, e para që nga misioni i fundit Apollo në vitin 1972, ndërsa Kina zgjeron programin e saj hënor me një ulje të planifikuar të astronautëve që në vitin 2030. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, ndajmë këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.